Në zonën e Libohovës është shënuar një shpërthim i sëmundjes së murtajës te bagëtit e Imta. Sipas burimeve zyrtare nga autoritetet veterinare, janë identifikuar rastet e para të sëmundjes, ndërsa 256 krerë janë vendosur menjëherë në karantinë për të parandaluar më tej përhapjen e infeksionit. Specialistët e shërbimit veterinar janë në terren dhe kanë nisur zbatimin e protokolleve të emergjencës, përfshirë dezinfektimin e zonës dhe mbikëqyrjen e rrep të tufave të tjera në afërsi. Ne kemi nga përgjigjet e laboratorit të Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare Tiranë, një rast të konfirmuar pozitiv në bashkinë Libohov, në qytetin Libohov. Në momentin menjëherë sapo morëm njoftimin menjëhershëm. Ishte ditë e shtunë, ora 16:30, grupi i punës i përbër nga 3 persona, inspektor në krye të cilit isha dhe vetë, shkuam në fermë dhe kontaktuam pronarin për t'i bërë të ditur rezultatin analizës dhe për të marrë masat urgjente e cila konsiston në izolimin e tufës dhe në bllokimin e lëvizjes. Këto ishin masat urgjente të cilat mund të mirnim në orët e vona të mbrëmjes. Lajmëruam pushtetin vendor për faktin, lajmëruam vendosëm në dijeni pushtetin vendor në orët e vona të natës dhe organizuam një takim me përfaqësues të pushtetit vendor. Kaq mund të bënim në momentin e parë. Fati i mirë është që tufa ndodhet e vetë izoluar, aty nuk ullosin bagëti të tjera, kafshët nuk kanë kontakt me tufa të tjera, ujitja ose pirja e ujit bëhet në banesë sepse mungon uji dhe i ndodhur fermeri në këto kushte kërkoj me insistim të shtegëtonte. Ju e dini shumë mirë që masat shtrënguese që janë marrë nga ministria për të izoluar dhe për mos përhapjen e kësaj sëmundje. Me insistimin e tij u mor tampon për gjurmëshmëri dhe pasi të ditë përgjigja të cilën shpresonim të vinte negative, ne do të vendosnim për mënyrën se si do të lëviznin kafshët dhe itinerarin që do përshkonin. Përgjigja erdhi pozitive, në këtë moment ndodhemi para faktit. Tufa monitorohet, tufa është në karantinë, është e izoluar, janë marrë masa dhe janë ngritur grupet e punës të cilat, juve të sapo i pat, do të shkojnë në terren dhe të bëjnë identifikimin e të gjitha fermave duke filluar nga ato që ndodhen më afër Vatrës. Janë caktuar zona 3 km dhe zona 10 km. Në zonën 3 km bëjnë pjesë vetëm bashkia Libohov, qyteti dhe fshati në Pravisht. Kurse në zonën 10 km është që nga Pogoni, Dropulli, dy fshatra të komunës Antigone, Lazarati, në rrezën 10 km. Blegtorët janë këshilluar të kufizojnë lëvizjet e bagëtive dhe të njoftojnë menjëherë për çdo rast të dyshuar. Murtaja e bagëtive konsiderohet një sëmundje rrezikshme dhe shumëgjitëse, që mund të shkaktojë humbje të mëdha ekonomike në sektorin blegtoral. Autoritetet bëjnë thirrje për bashkëpunim dhe zbatim të udhëzimeve deri në normalizimin e situatës.